Pas një gjyqi që zgjati për 12 javë në gjykatën federale, një juri federale dënoi Ylli Didanin, 43 vjeç, një shtetas shqiptar, për komplot për shpërndarjen e kokainës në bordin e një anije që nënshtrohet jurisdiksionit të Shteteve të Bashkuara dhe komplot për pastrimin e instrumenteve monetare, njoftoi prokurori i Shteteve të Bashkuara. 48 vjeçari shqiptar Ylli Didani me origjinë nga fshati Janjar i bashkisë Konispol, kreu një rrjeti ndërkombëtar të trafikimit të drogës. Dyshohet se ka blerë një truall toke buzdetit në Republikën Dominikane me vlerë $3 milion, duke përdorur fonde nga trafikimi i drogës. Sipas provave të paraqitura nga prokuroria, Didani transferoi më shumë se $200.000 në Shtetet e Bashkuara përmes një sistemi të palishëm të njohur si metoda simbolike për të finalizuar blerjen e tokës në Republikën Dominikane. Prokurori i Shteteve të Bashkuara ju bashkua në njoftim agjenti special i përgjithshëm Administratës zbatimit të ligjit kundër drogave divizionit i Detroit, drejtori i operacioneve në fushë dogana dhe mbrojtja kufitare e SBA-ve, agjenti special i përgjithshëm dhe shërbimi të ardhurave të brendshme dhe hetimet penale. Provat në gjyq vërtetuan se Didani ishte udhëheqës i një organizate ndërkombëtare të trafikimit të drogës në lidhje me Shtetet e Bashkuara, Amerikën e Jugut dhe Europën. Didani dhe bashkëpunëtorë të tjerë të paditur planifikuan dhe financuan shpërndarjen e kokainës nga disa vende, përfshirë distriktin lindor të Michiganit. Didani organizoi shpërndarjen e ndërgesave të mëdha të kokainës nga Amerika e Jugut në Europë, ku kokaina u sekuestrua nga forcat e rendit. Provat në gjyq vërtetuan se Didani dhe anëtarët të tjerë të organizatës së tij planifikuan projektimin e një droni në New York që do të përdorej për të transportuar sasi të mëdha kokaine në Europë. Didani përballet me burgim të përjetshëm si rezultat i dënimeve.